Bilali, mirë se erdhët. Përshëndetje, faleminderit. Zhvillime interesante këto. Një detaj cili nuk ka qenë publik deri më herët, ndoshta ka qenë i supozuar të mos jetë asnjëherë publik. Kjo është puna mediave, nxjerrin shpeshherë ato që nuk janë fort transparente për shikuesit, po besoj një operacion ky i të bërë për sigurinë e Trumpit dhe ka qenë i supozuar që të jetë jo publik. Si e shihni? Ka logjik kjo, një komision parlamentar i Republikës Islamike të Iranit ka nxjerrë një vendim $50 milion për ta goditur për atentat ndaj Trumpit. Kjo ka qarkulluar më herët, dikon mos ta mes 6 dhe 8 muajve ka pas kjo iniciativë iraniane. Shif, pas takimit në Ankara, në samitin e NATO-s, u përfolur që kanë rru avionin Air Force, e cila në një farë mënyre ka logjikën e vetë, sepse është figura kyçe botërore dhe mund të goditet në çdo moment, po që se nuk ka, si thëmë, kësi operative e cila ndihmon ta tërhiqun edhe me forma të tilla të kamionëve të ushqimit. A është e vërtet që Ka ndodhur një situatë të tillë? Jo, po, ka shkuar përmes formave të tilla, siç janë ato barset të transportit të ushqimeve, mund të jetë, sepse besoj që shërbimet amerikane, po ashtu edhe miti turk, që ka qenë mikpritës, edhe shërbimet izraelite kanë pas rekomandime që mund të ndodhë ndonjë goditje që mund të japet. Kryesisht kjo është besuar dhe është menduar nga forcat e Iranit, sepse Irani ka rrjetin e vetë, atë servisin e tyre të shërbimit edhe jashtë, që në Turqi mund të operon ndoshta jo lehtë, mirë po ka mund të godas. Por një është e vërtet që e tërë ajo marshuta e ikjes ta quaj të Trumpit me një, mund të them, peisazh që është hyrë në ose ka hyrë në aeroplanin e tij me cilin fluturon si presidenti i shtetit, ka qenë një taktizim që duhet t'i besohet. Por ende mbetet në fazën e sigurimit. Ne këto janë vetëm raportimet të mediave, megjithatë janë media kredibile. Po flasim për BBC. Ka logjik. Lajmi është marrë nga BBC edhe është përkthyer më pas në për gjitha mediat. Po sidomos që mediat britanike, amerikane, deri dikun edhe gjermane dhe spanjolle, mund të jenë ata që mund zjerrin detaje që janë jashtëzakonisht interesante, por këto janë momente që unë besoj që as nuk do t'i pranoj. Nuk do t'i komenton. Jo, nuk do t'i pranoj, sepse shef, është pak një lloj ajta që dobësie të hysh në një shtetin më të fuqishëm të botës, dhe pastaj të kalojsh atje në transportin ose ato kamionçiçet të cilët i deportojnë ose sjellin ushqime në aeroplan, pak a shumë është me qenë se Ata kur bëhet fjalë për sigurinë. Por jo, shef, informacioni ka qenë që Irani ka dhënë rdhesën. Po. $50 milion për likvidimin e tij. Dhe kjo edhe anë është në survim. Më thënë drejtën, kjo çdo Ka raportime të tilla? Po, shef, kundërshtari mendon dhe bile ajo goditja që u bë, Irani ka marrë këto si legjitime. Sepse është goditur lideri tyre suprem, një numër i 4 jashtëzakonisht e fortë të institucioneve edhe të shtetit, si ka qenë Lariani për shembull, ai figura kyçe, ish kryetari i parlamentit të Iranit, dhe figurat e forcave revolucionare islamike, dhe tash një lloj hakmarrje tyre, bile ata në atë dekretin e tyre kanë për raport që kjo është plotësisht legjitime, sa ai na ka goditur neve, ka likviduar liderin suprem, shpirtorët e tyre, edhe ne ku të jepet rasti mund të godasim. Këtë thëtë, çdo herë është një rrezik për jetën e tij kudo që shkon. Dhe mirë po ne ande jesme në informacione që sjellin mediumet kredibile, të cilat besoj që edhe ato nuk e kanë saktësinë 100%. Pa dyshim se po. Unë edhe përmenda edhe në fillim që këto janë burime jo të konfirmuara nga Shtëpia e Bardhë, janë kryesisht raportime të mediave. Do të jemi këtu për t'i parë. Ajo çfarë është interesant janë disa kërkesa të trepta të Iranit për ngushticën e Hormuzit e për një marrëveshje me Trumpin në mënyrë që t'i jepet fund kësaj lufte. Unë i kam listuar 3 të cilat janë shpërndarë gjithashtu në këto media kredibile, mbi këto do komentojmë më pas edhe gjatë diskutimet. Shtetet e Bashkuara nuk duhet ta kërcënojnë më kurrë Iranin dhe duhet t'i japin fund përgjithmonë luftës me Iranin dhe aleatët e tij të armatosur në rajon.
Shtetet e Bashkuara duhet të heqin blokadën detare ndaj porteve iraniane dhe të tërheqin forcat e saj ushtarake nga zona, si dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet ta kompenzojnë plotësisht Iranin për dëmet e luftës, të heqin sanksionet dhe të zhbllokojnë asetet e ngrira pa asnjë kusht. Kërkesa këto të cilat duken vështirë të pranueshme apo ju ishin ndryshe? Najtë që është ndështë Irani ka marrë fuqi ose zamër nga jo që ka ndodhë dhere me thani që nuk është poshtur. Kërkesat e tilla, me thot drejten, sidomos ajo që ka të bëjmë me ngushticën e Hormuzit është pi klauzul kyqe e pest e marrëveshjes së marrëveshjes së Lucernit. Tash, për këtë moment, se janë ende në sharim, dikush ka deklarata që jipin nga mediume ndryshme që është për afru me Omanin një lloj marrëveshje për ngushticën e Hormuzit, por deklaratat që dalin nga Irani i cili kërkon, dhe këto nuk janë të rastishme, sepse ata kanë parë që kundërshtari Amerikanët në një mënyrë jo vetëm që kanë të lashët në region, por kanë të lashë edhe të brendshme, për shkak të disa procese që janë brenda në Amerikë dhe zgjedhjet. Dhe kjo me siguri të Irani kërkesën që lidhe, që i përmendet ju 3 kërkesat, mos ta sulmoj kurrë Iranin. Kjo kurrë është pak problematika mundo, nuk mund kem garanci që nuk do të ketë sulme për njerëz apo palës tjerë, po thomë në aspektin afatgjat. Mirë po, Irani komplet këto kërkesa që i bën, qëllimin e ka të tarifa, nxjerrjen e tarifas. Dhe Agaçi përmend rrugët e lundrimit dhe kontrollin komplet në Hormuz, në ngushticën e Hormuzit. Dhe këto lundrime dëshirojnë që Sharova ditë duke s'ke qenë t'i blend këto, pjesën veriore të kontrollit hyjmjen dhe pjesën jugore të Omanit. Dhe tash, momentalisht, do kemi një situatë, kjo forma, atje me të kuqe, është hyrja pjesa veriore që nënkupton, që të komplet duhet të nalin e portë e Bandarabazit atje. Dhe pastaj të furnizohen, mushën tanker dhe të kthehen në rrutën pjesën jugore që lidh më tepër me pjesën e brigjeve të Omanit. Dhe kjo ka qenë një marrëveshje të cilën e ka propozuar Irani me vendet e Xhirit, kryesisht që kanë përpasuar nga Omani. Kemi që dikush të kontrolloj